vi nga një familje që ndërbreza ka kontribuar për Kosovën. Ndryshimet e mëdha ndodhin vetëm atëherë kur njerëzit e punës marrin përgjegjësi. Jam njeri i punës, e di çfarë do të thotë përgjegjësi. Unë jam Bekim Sopaj, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për deputet të Kuvendit të Kosovës dhe garoj me numrin 104. Jam bashkëshort dhe prind i 2 fëmijëve. Qytetarët e Kosovës më njohin si një njeri punëtor dhe afarist të suksesshëm, ndërsa vi nga një familje që ndërbreza ka kontribuar për Kosovën si në aspektin kombëtar dhe humanitar, ashtu edhe në zhvillimin ekonomik. Përmes punësimit të shumë të rinjve dhe të rejave në sektorin privat, ky kontribut është realizuar kryesisht përmes kompanive prodhuese dhe eksportuese në fushën e prodhimit të dyerve, dritare dhe mobiljeve. Si afarist, çka ju shtyu të hyni në politikë dhe të kandidoni për deputet? Si afarist duke i parë nga afër sfidat e përditshme dhe kërkesat reale qytetarëve dhe bizneseve, kam vendosur të hyj në garë. Përvoja ime, shumë vjeçare, më ka bindur se ndryshimet e mëdha ndodhin vetëm atëherë kur njerëzit e punës marrin përgjegjësi dhe në proceset vendimarrëse. Duke u nisur nga përvoja juaj në biznes, cilat janë 3 prioritetet që do t'i shtyni në kuvend? 3 prioritetet kryesore janë: 1. Përmirësimi i klimës së të bërit biznes në Kosovë; 2. Sjellja e investorëve të huaj dhe krijimi i kushteve të favorshme për investime; 3. Punësimi të rinjve dhe ndërtimi i perspektivës së tyre në vend. Do të angazhohem që bizneset, veçanërisht startupet dhe bizneset e mesme, të përkrohen përmes fondeve të granteve, të ndryshojnë ligjet që sot vështirësojnë punën e prodhuesit vendor, në mënyrë që ligjet të mos i mbys prodhimet, por të mbështes dhe të lehtësoj atë. Si do të ndikoni në hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos për të rinjt? Për të rinjt do të angazhohem që të rritet investimi në shkolla profesionale, përmes fondeve të bursave, të lidhet arsimi drejt për drejt me nevojën e tregut të punës në mënyrë që rinia të ketë punë dhe dignitet në Kosovë. Pse qytetarët e Ferizajit dhe të Kosovës duhet ju besojnë votën me 28 dhjetor? Jam i njohur në Kosovë, e veçanërisht në Ferizaj, si afarist i suksesshëm dhe humanist i palodhshëm. Jam njeri i punës, e di çfarë do të thotë përgjegjësi dhe besoj fuqishëm se besimi fitohet vetëm me punë dhe rezultate. Me përvojën time jam i gatshëm të shndroj këtë besim në veprime konkrete për qytetarët e Kosovës.